Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën për të marrë pjesë në këtë ceremoni kumtim plot. Nderuar Ministri i Arsimit, të nderuar profesor, akademik, antar të Senatit, sigurisht që ky është moment domethënës dhe padyshim që unë jam i privilegjuar që marr pjesë sot në këtë ceremoni. Për ju që sot keni ceremoninë e diplomimit, është moment i rëndësishëm, por praktikisht cikli juaj i formimit universitar ka kaluar një periudhë tranzicioni, e cila do të vazhdojë edhe pak. Keni hyrë në shkollë si student Fakultetit të Tiranës, përfundoni studimet si student Fakultetit të Mjekësisë Tiranës. Për gjithu që aspironi një studim të mëtejshëm, do të keni fatin që ta bëni dhe këtë cikël të tretë me ligjin e ri të arsimit lartë, një reformë shumë e rëndësishme e ndërmarrë pikërisht në radhë parë për të rritur cilësinë e arsimit lartë në Shqipëri dhe padyshim dhe për ju. Unë jam sot i kënaqur që trupës e profesionistëve të shëndetësisë në Shqipëri i shtohen dhe 1469 profesionistë. Sepse besoj se është shumë i domosdoshëm kontributi juaj nga sot në të gjithë karrierën e mëtejshme profesionale për të arritur atë çfarë qytetarët shqiptar kanë nevojë, atë çfarë qytetarët shqiptar meritojnë dhe që padyshim meritojnë qytetarët shqiptar edhe si sa arfëmi qytetar europian. Është nevoja për një shërbim shëndetësor që ofron shërbim të gjithëve, ofron mbulim universal, ofron akses universal dhe ofron padyshim cilësi universale. Dhe cilësia universale nuk mund të ofrohet nëse nuk kemi veç të tjerash edhe një trup profesionistë të shëndetësisë, të aftë, të përkushtuar, të motivuar dhe padyshim edhe të mirë paguar. Sfidat janë të mëdha. Do t'ju thoja që nëse sot po filloni një karrierë që do të jetë edhe për 40 vjet, sigurisht që nga sot në 40 vjet e ardhshme nevojat profesionit tuaj do të ndryshojë. Ndryshon demografia, ndryshon epidemiologjia, ndryshon kërkesat e vetë njerëzve. Sot dhe 20 vjet më pas, popullsia në moshë mbi 65 vjeç do të dyfishohet në Shqipëri. Padyshim ka kërkesa të reja. Prandaj do t'ju ftoja që edhe mjekësinë e familjes ta shikoni një mundësi shumë të mirë për të zhvilluar profesionin tuaj. Ajo çfarë ne si qeveri po ndërmarrim janë reforma që edhe mjekun e familjes e rrisin në kujdesin shëndetësor, në mundësinë që ka për të bërë më shumë mjekësi, për të bërë më pak administrim dhe burokraci, për të marrë me qytetarin e shëndetshëm përveç se me pacientin e smur, për të marrë me shëndetin përveç se me sëmundjen. Por sigurisht nevojat për mjek janë të domosdoshme, sigurisht si prind edhe unë nuk mund të mos i bashkohem asaj që doktor Eshmira tha që ju mund të shkoni dhe jashtë, por si ministri i shëndetësisë do doja që ju ta ndërtonit këtu të ardhmen tuaj profesionale dhe familjare. Unë besoj se ajo çfarë kemi filluar të ndërmarrim do të krijojë minimalisht një mjedis të denjë pune që mund të shërbeni qytetarëve shqiptar. Profesioni juaj është një profesion që ka shumë sfida. Me ju njerëzit merren pa lindur deri në momentin kur ikin nga kjo botë. Por sigurisht është e domosdoshme që pasioni me cilën erdhën deri këtu ta vazhdoni edhe më tej. Me urdhat profesional që funksionojnë në shëndetësi, por edhe me procesin e domosdoshëm dhe të vlefshëm të edukimit vazhdim. Edhe njerë, suksese
dhe mirë se ju bashkuat trupës së profesionistëve të shëndetësisë në Shqipëri. Faleminderit.